Pensionistë të dashur, unë e di që pensionet e sotme nuk mjaftojnë për një jetë e dinjitetshme, sidomos në një kohë kur çdo gjë është trajtuar, nga ushqimi, te bornat e deri te shërbimet bazike. Prandaj, unë do të rris të gjitha pensionet 50% për të gjitha kategoritë, që çdo pensionist të ketë më shumë siguri dhe më shumë para çdo muaj. Mbi të gjitha, asnjë pension në Kosovë nuk do të jetë më i ulët se 250 euro. Kjo do të lejë për pensionistët e moshës, pensionistët kontributdhënës, pensionet e kategorive të luftës, pensionet e aftësisë së kufizuar, pensionet invalidore dhe të gjitha kategorive të tjera pa përjashtim. Ashtu siç do t'i rris për 50% të gjitha ndihmat sociale. Me mua kryeministër, shteti do të jetë pranë jush. Unë jam Bedri Homza dhe ky është misioni im. Bashkë përpara.